Uale! Përshëndetje! Ja të kemi tek Zozo Podcast! Këtë rallë jemi me bandën Osmani, me dy çunat mrekullueshëm që nuk e di, për nga gjatësia janë më të gjatë se Edi Rama. Kurse nga aftësitë profesionale janë mjeshtra të vërtet. Mikel Giganti. Faleminderit. Edhe Shërbeti, një nga organistat më të mirë që qarkullojnë tani në për treg. Është e vërtet, mos më merret. Po, për zonë shumë e vërtet është. Okej, çuna mirë se erdhët. Zozo, faleminderit për ftesën. Kënaqësi e madhe të jem këty. Njoh prej vitesh. Patjetër. Të uroj suksese. Sa më Faleminderit. shumë suksese dhe është shumë i ndjekur si emision. Faleminderit shumë bëhet çevi që ndiqet ky podcasti te Zozo dhe ka filluar shikueshmëria, shqyr zotit paktën kanë kuptuar që ky emision promovon talenta, muzikant mirë, instrumentistat mirë, këngëtar të mirë. Kështu që më bëhet çevi që po shikohet në masë. Elhamdulillah. O Mikel, vura re që po i bie me shpirt, me dashuri, me emocion kësaj lloj pjese. Po, jo vetëm kësaj, po çdo gjë që bëj unë e bëj me emocion. Po patjetër, po flasim për këtë në këtë rast. Po. Për këtë orkestralen. Si quhet kjo orkestrala? Memoria. Pse quhet Memoria? Më erdhi kështu, domethënë, shpirtërisht. Edhe vija melodike, edhe titulli. Po Memoria ka të bëj me çkumen tate, me hallet, problemet që ke kalu, Memori? Po, halle probleme kena sa dush. Çdo njeri ka hallet probleme, ke parasysh? Po ka dhe momente të lumtura, ka dhe momente festive. Absolutisht, gjitha Pjesë janë për Memorias janë edhe këto. Gjitha janë për njeriu, gjitha. Patjetër. Edhe kjo më doli kështu nga shpirti mua. Mbaj mend isha një dasëm. Kam qenë dasëm. Edhe kam qenë pak i mërzitur, kur jam i mërzitur më dalin shumë gjëra nga shpirti, ke parasysh? Pikërisht, ai është momenti ku neve Aty derdhemi. Po, për vërtet. Edhe më doli mua kjo. Thashun. Edhe regjistrova në telefon se kam gjë të mirë, që nuk i let më hikin këto gjërat e bukura. Edhe shkoj ke Geni unë, se më atë i kam gjitha. I them o Geni, gjoj pak këtë pjesën tash, shumë e bukur. Më thamë ku i gjete? Tash më doli ishte ndazëm, tash isha pak e mërzit, tash po kështu ke parasysh. Po më thamu, hajde shkojmë në studio. Shkojmë në studio. Bam se shishkallën. Doli pjesa. Normal, por ran dur të Genit. E vërtet është për zotin. O çuna, shiko, Memoria, me që po flasim për Memorian, unë kam shumë memori me ju të dyje, sidomos. Qënë Selito, plak që besoj se ju keni qenë shumë të vegjël, ju sa kishit fillu me thonë drejtën. Unë kam qenë baterist në atë kohë, nëse të kujtohet. Po pra, Fillim. Ke qenë baterist? Kam qenë baterist. Por pastaj kur fillove ti tu njifje, u njofte si klarinetist më shumë se baterist. Jo, shiko. Në fillimet tona, domethënë ishte përcaktu Geni me organon, unë isha baterist. Po kush e vendosi për ju të dy fatin tuaj, kush e vendosi? Ka qenë babi. Babi juaj? Po, babi ka qenë ideja, mami ka qenë sponsor. Okej, super. Dhe vendosi Geni me organo, ti me bateri. Unë baterist. Domethënë kam qenë mistrec, qenë atë kohë. Edhe e kam zemër akoma atë lloj vegle, domethënë unë me atë kam nis karrierën time, si më thon, si artist. Mas 11 vjetëve, kështu 12 vjet, se kam thënë që 6 vjeç unë i vogël, që të dy dhon dhe Geni nisëm kalamaj. Fillova bateri, pastaj mas takove del njëri thot babit, isha baterin Mikelit, thot. Isha baterin i tha. Sa babi pse? Sa kishte dal pa 80 në atë kohë. Edhe kishte hik kjo puna baterist. Jo, ishte fshi komplet. Po dilte jashtë loje bateria. Kishte dal jashtë loje. Edhe i tha babi, po mirë, çfarë bëjmë thon? Bëj klarinetista dhe të dy vëllezërit më me si do bëhen thon. E një qovan, mistrec, unë ka leba mistrec. O badu klarinet, nga mbrapon. Ore tha, mirë do të ashesu, tha, po do bëhesh ti më tha mo? Se kishte atë, qefin e. Po. I thash, o ba të premtoj, thash, ne kam dhënë premtim. Të premtoj, thash që unë do të bëj krenar ti. Unë dhe vllai thash, ne ty do të bëjmë krenar.
Edhe sot e kësaj dite, domethënë elhamdulillah, faleminderit Zotit, ai është krenar për ne. Si mami dhe babi. Shiqyr, se nuk është lehtë, se tregu është i madh i muzikantëve. Është e vështirë, domethënë, si më thon, ky lloj zanati të dalësh, por që kur ke atë vendosmëri shpirt ose kur ke pasion diçka, dashje pa dashje Zoti do të veçoj. I parasysh. Me vërtet që ti je i veçantë në klarinet. Se ka për shembull klarinetista sa dush Shqipëri. Sa dush edhe të mirë janë ustallar, sa dush gjithë. Kur vi puna ke Mikeli, valla, Mikeli bon që dredhesh i çik supin, dredhesh i çik belin. E kam vënë, domethënë kohët e funit i ke qenë shumë aktive dhe muzika që po bën është shumë zjarr, shumë alegri, nuk të lë me ran tok. Ka shumë energji pozitive. Shiko, që ta shpjegoj më saktë, edhe për ty dhe për publikun që po na dëgjon. Unë dhe Geni, domethënë, duam ose më saktë ja kemi arrit që të sjellim diçka të re në Shqipëri. Domethënë, e kupton? Diçka të dallojmë nga tjerët. Nga tjerët olla, që Mikeli, Geni shquhen janë për këtë. Po, fiks. Dhe sot e kësaj dite, faleminderit Zotit, sado prap ne jemi kërkues, vazhdojmë, ecim përpara, e kemi shpirt, e kemi në zemër këtë zanat. Po patjetër. Nuk është se e bëjmë për ku ta diun. Ne thjesht këtu unë e gjej veten këtu, kupton? Që me shpirt flas. Klarineta, po. Geni e gjej veten kjo, vegla që ka sot. Shumë tasta ty si ma me në plak, se janë gjithë do pak tru me thëmë drejtën. Jo, mos me pas trua qisa është. Ore me vërtet, me thonë drejtën, ty të kam gju para këti se ky baterist ka qënë, dhe ti që i vogë që i fmi ke qënë, imi kishe gisht, kishe intuid, se të shi me shkollë, se di, keni bo në i ditë shkollë ju të dy? Keni bo? Kam bo 6 vjetë për piano. Qa thua? Lice? Edhe Mikeli, po. Po, shef si qeka, për gjitha ta që kishin kryu një ide që këto janë aeng qi, kujdes, këta të binë me partë balit, lau. Shkollën e kemi bë ke Robert Radoja të dy, Robert Radoja njëve. Ka qenë profesori i madh. Po tjetër. Profesori i madh. Po. Okej, shiko, për ta vazhdu bisedën pak më vonë, unë do doja një orkestrale tjetër, një performancë tjetër nga ju të dy. Ku do shkojmë tani? Domethënë, them që të kalojmë pak Shqipërit mesme. Mendoj ju, nuk e di. Shqipërit mesme? Po mirë, Shqipërit mesme me sol është? Apo s'ka të bëj? Nuk e di, s'ka të bëj, është truri, ndjesia, është gjë tjetër, si më thonë. Klarineta sol, ore qa ndryshimi ka, po thena, si bemoli me solin, ose me lan, ose me mi bemolin, se janë, gërnetat janë ndryshme. Mund t'jenë gërnetat ndryshme, po varet si e përdorë. S'ka të bëj klarinet. Po si e përdorë dhe shtyp ato tapat? Jo, është shkollajt të tapat, po. Kjo ka të bëj me shpirtin, e kupton. Ashtu, Pa tjetër. Shumë politikan, nuk e je përgjigjen deri në fund. Okej! Me një performancë tjetër nga banda Osmani!
Bravo, bravo, bravo. Po si thonë në këto raste, të lumt kallami, bukina, Si dush ti. të lumt gërneta. Faleminderit. Bravo. Mikel, ti si që përmenëm, ke shumë vite që i bjen klarinetës. 15 vjet. 15 vjet që i bjen klarinetës. Po. A ke pas një personazh ku je frymëzu se tash edhe krejt pa pritur tani gërnetën dorë dhe hajt i bim do bëjmë gërneta xhi. Nuk është thjesht rastësi. Nuk ka lindur rastësisht, dhe thash ka qenë E morëm vesh atë, po. Një guxim i madh që të merja nga kjo. Frymëzimi më i madh për mua, Xaxo. Se ndoshta shumica nuk e din, po e them tash për herë të parë. Okej. Është ky burri këtu. Oh. Po ky s'është klarinetist më plak. Si e caktove në fillim që ka horizont. Po patjetër. Horizonti, edhe unë si vaj vogël që isha, shikoja shumë, dëgjoja shumë. Ky se çfarë shikoj ke unë. Domethënë që unë nuk e dija se çfarë kisha unë ose si do i bija unë në të ardhme. Po ke pas edhe mbështetjen e këtij, prandaj Ky është krahu im i djathtë, është si ta them, ky është forca më e madhe për mua që unë kam marrë deri këtu sot. patjetër, si ky është gjigant. Ky jo forcë, po mal që sekundet. Rrin me këtë dabës lumo. Statik, lumo. Jo, Xaxo falenderoj Allahun, që kam Gen Osmani. Për ju që nuk e dini, këta të dy janë vëllezër, se ka dhe njerëz që ju shohin për herë të parë. Po, e kam shumë me vul, me firme, testament që është imi. Po, ju thash që në fillim këta më duket se këta për nga gjatësia ka një gen nga Surreli. Nga gjatësia. Ka mundësi, Si ka mundësi, gjithmonë artistat më të mirë janë shumë gjatë. Sa i gjatë je plak? Unë jam 1,94. Po ti? Jam ke 1,90, 1,91. Pse je më i gjati? E forta, se u kujtova. Kur ishim më të vegjël, ky ishte më i gjatë se unë. U rrita unë, për shumë shkova 7-8 ndonë, fillova të ja kalu. Po se ky o vllai ka nejt ull gjithmonë, nuk është ka nejt ke organë, kërse ti ke nejt në kom me gërnet, pa ne zjate. Edhe po thonim që nuk ishe nej pikë reference ku ti... Tash unë s'mund gënjej që s'kisha. Faktikisht, pika ime dobët nga klarinetistat, se e kam shprehur edhe në emisione tjera, që
kam atë Hysni Selendriçi nga Turqia. Ai është pik për mua, do të thonë. Hysnia. Po, Hysnia. Po mirë shiko tani se Hysnia se unë të kam djeg. Po. Falenderoj. Kur ishe i vogël dhe tani. Po. Hysnia hyri shumë vonë jetën tënde si artist. Ti po thu për këtu, do të kuptoj unë çfarë po ti. Për shembull Hysnia sa ke ti që kur ndrove gërnetën. Po 15 që vjet. dole me sol, se në fillim me çfarë ishe ti? Me gjys bëhem në shkollë, pastaj me si bemol kalova për 10 ditë, dola ndasëm. Kuptote shi? Në sol ki hysa, shkove ke sol i kishe punti. Po. Po e para, do të thënë, frymëzimi i parë që ke pas. Se ti na çove direkt në Turqi, sikur se di me amo gjigant. Kush ishte i pari fare që i pe garnetën në dorë? Edhe unë du t'i bisi ky. Ti jemi sinqert. I kam studiu gjithë klarinetistat këtu. Që të gjithë. Po, patjetër. Me ustallarat që janë. Po. Unë i kam studiu të gjithë, në atë kohë flas kur kam nis. Po. Pastaj erdhi Birazeri, thamu ringjoj pak të, thamu, kalova nga Bullgari unë. Po pra se ti ishe Jo, isha në Shqipëri. Shqipëri, pastaj Bullgari, tani ke kalun Turqi ti valla. Pritet ta shpjegoj vllai. Thuj. Fillim thamu geni. Unë studioj në shtëpi shumë. Po. Ringjoj çik të më thamu, ishte i klarinetist bullgar, nuk jam me emrin. Edhe ngjova, thash tip mistreci unë. Edhe fillova studimin, kështu intensivisht, pa pushim fare. Edhe kapa stilin, se nuk është vështirë t'i bish, është vështirë stili, si e trajton. Se mund t'i bi unë për shembull, si ta them unë, si ta krahasoj unë ty tash. Një huj nuk e bë dot Shqipërinë e mesme si e bëj unë. Po, normal. Kurse unë e bëj si e bën ai. A kupto? Jo, këtë se kuptoj, lal. Kupton? Jo, se ta shpjegoj unë. Ma shpjego. Isha në Bullgari unë dasëm, me këte. Ëh. Vjen njëri boni 700 kilometra i shkreti. Pashallah nuk tre. Erdhi vetëm e më tregu, tha më njefte, kështu gjasme. Ishte foto im aty. Me njefte tha. E shoh shumë po, tash jam unë. Për zoti tha boni vetë kalamajta i shkreti. Tha djog këtu tha Mikel tha. Un kam kohë që të ndjek ty tha. Ti më pëlqen shumë tha. Mo faleminderit thashën. Ti tha je më i mirë tha se 70% që janë muzikanta në Bullgari tha. Qa thura? Vallaj nuk tre. Edhe unë diva krenar si me thonë që një huj më blerson në këtë lloj forme mu. Unë shqiptar. Po qa lidhe ka se je shqiptar, je muzikant, o vlla. Po në rregull po them. Patjetër. Ore më fal tash, çkosh ke veni huj edhe ti bish. A prit para tash? Po. A kupton se s'mund vi ai ti bi këtu si unë se si bie dot. Po. Kurse unë shkoj kja i bisi ai. E kuptoj. A kupton? Do më thënë ti i kera gërnetës fillimisht, i kera Shqip, pastaj i kera bulgarisht. Pastaj fillova si ta themun ty, bërë atë panoramën timi që po, krijon identitetin tat. Unë jam ky. Po, fix. Edhe në sajt, thash prapo ta them sajt geni. Po, patjetër mbështetja jote gjithmonë. Arrita do me thënë që të jemi këtu ku jemi sot, alhamdulillah. Jeni shumë mirë. Alhamdulillah. Po prap kërkojmë, ne jemi kërkuesa që gjithë kohë. Po muzika nuk ka fund, përderisa muzika nuk ka fund, ne gjithmonë do përpiqemi më të mirën. T'japi më të mirën tonë. Zbulojmë më shumë, bëjmë gjona më të bukura. Patjetër. Po, edhe juve deri tani keni pas gjona shumë bukura. Edhe do kemi akoma dhe i premtoj gjithë atyre që dëgjojnë muzikën tonë. Do keni shumë surpriza tjera nga unë, nga vllai im. Edhe ju përshëndesim gjithëve për përkrahjen që na jepni. Edhe ne nuk do i zhgënjem kurrë. Kaq kisha çdo. Ky është Mikel Osmani, bashkë me vllajën e vet, Banda Osmani, që gjithmonë surprizojnë. Faleminderit. Ku do hidhemi tani? Po dëgjon, hidhemi në liçen, diun. E kam fjalën ke ahengu po thotë? Ahengu, ke muzika. Them të kalojmë çikani nga përmeti. Zjarr për përmet. A ka fugona për përmete? Jo, është full tash, duhet të ikim kom. Okej, zjarr çura.
ishte kjo e Rame, më? Ustallikshe. Ustallikshe? Qa Mikeli është e? Performanca shumë zjarë, nota 10. Sinqerisht, unë kam fillu t'i kem qef këto muzikat e filmave herë, sidomos. Kjo është ke General Gramafon. Po. Edhe kush i ka ra? Digjo kush i ka ra atje? Halil Berati. Halil Berati është aktori, më. Si ka emne, se arro. Pëjte... Wow. Lene s'ka gjo, iku. Daver Bariu, re. Kuq? Okej. Ej, po shumë e Rame e bukur, sinqerisht. Më pëlqen shumë për zotin. Po ç'ne që e fut këtu ti tani se e kuptoj ishe në Bullgari, shkove në Turqi, tani erdhe në Shqipëri. Qa ke vendos të bësh, o plak? Një ustaj mirë i bon gjitha, mendoj unë. Jo, tamam. Dhe deri tani po i bën gjitha me sukses. Do bëjmë akoma sa kemi sot për të bërë. Kush ka qenë performanca jote që të kalon më mbresa dhe që ka qenë performanca jashtëzakonshme që ka lënë shenja në jetën tënde? Çam kujtove. Mos na kthe ke para, ke memoria. Jemi kjo tjetër. Edhe kjo hyn memori dhe kjo. Edhe kjo. Po, dhe kjo është memoria. Kam qenë në një emision për herë të parë. Edhe aty po performonim live. Ishin live gjithë. Është një violinist, Olen Cezari quhet, atë shëndes. Është maestro. Edhe unë po performoja live. Po bëja një balad. Ai po më shikonte mbrapa kujintës mua. Po. Po ç'ne që ishte aty ai? Po do reklamonte atë koncertin e vet. Okej. Edhe kishte shkuar në televizion. Në televizion për të reklamonte po. Okej, super. Edhe marrë emisioni, edhe dalim nga emisioni. Edhe më thotë, "Mo djalë, hajde pak këtu." Ngela, unë nuk e parasysh. Edhe i shkova, si je, si kalove, mirë. Më tha, më falë ta bëj pyetje, tha, po, thash patjetër. Tha, apo performoje ti, tha, apo ishte playback? A ti s'po ju besote tash, e kupta? Po që playback si the, shkuj njofi playback, ne. Qau ky lafje. Edhe i thash, jo, unë isha, thash. Më tha mua, më le, tha, me goj hap, tha, bravo të qoftë. Faleminderit, i thashëm. Kam dëshirë, tha, të të bëj ftesë për zotin, unë ngela. Nuk e prisa të më të merdi bau. Wow. Thash, patjetër, thash. Kam koncertin, tha, tani me datë 16, tha, dhe 17 prill te Pallati i Kongreseve. Wow, sken gjigant atje. Skena gjigande 1, orkestra 2, pastaj këngëtarët që ishin aty mreni ishin, nuk e di ç'a të them, dhe parasysh ishin divat e Shqipërisë po flasim. Kush ishte? Inva Mula, Lavinia Manguzi ishte këngëtare italiane që knote shqipa kanoi ato burime. Qa thurë? Për zotin. Ishte një këngëtar tjetër meksikan, orkestra këtit, domethënë ky e kishte emrin e orkestrës Clandestine Orchestra. Se kishte nga një shtet çdo muzikant. E kuptoj. Edhe aty domethënë kur e pash veten atë skenë Zozo, sinqerisht për mua ishte një përjetim që u zot harroj kur. U emocionove shumë, performanca zjarr. Se ishte skenë mallështore, ke parasysh. Dhe Zozo ndjeva shumë krenar me veten atje, domethënë. Që hypa unë atë skenë që kisha fatin unë të hypja në atë skenë. Po normal, Pallati i Kongreseve shquhet për performanca madhështore. Po, për zotin. Dhe ti e pas ke prek një... E preka. Kishe emocione? Emocioni pa përshkrueshëm. Po qa loze aty? Kaba loze? Edhe a kanoi ato burime mbrapa pastaj. Wow. Që e knonte kjo këngëtare italiane. Knonte shqip. E kuptoj, po salla aty njerëzit. Edi Ramën e kisha përballë. E kisha aty? Po. Jo, më jem me fat, jo plak. Për zotin, më ka thonë plaka që të kom linë me këmish. Mu më ka linë me gjaketa. Kurse Geni ka linë me çorape. Perl fare. Okej.
ku do hidhemi tani? Pogonishte më duket. Pogonishte! Nga banda Osmani! Pogonishte! Zozo, kjo është një nga pogonishtet më të bukura. Me vërtet? Po. Kurios të gjë. Që do kënaqet gjithë Shqipëria me këtë. Ta garantoj. Okej, Perl, zjarr! Bravo! Faleminderit Zozo. Po kjo ishte rame kështu greke, ha? Po, greke. Pogonishte greke. Edhe greqi. Po. Shumë i habitshëm jam o plak. Po se s'ke gjë akoma. Akoma? Akoma. Si do vazhdojmë përjetësisht lal? Po Jo. Unë tu ka marrë dhe mendje tjetër sot. Me qa me një gardë? Do ta shikosh vetë, ti dhe publiku. Presion me luk qaj. Jo, shika, unë e di që ti je shumë i talentum, edhe bravo të qoftë, sepse janë trallë, pakën ke frymorët. Okej, ka edhe talentum, po nuk janë aq shumë. Sinqerisht, tani që po shohim ne, kemi ca talenta që kanë dalë, për shembull, kur e marrin klarinetën në dorë, dridhen, nuk janë përqëndrum, domethënë është përgjegjësi e madhe të paktën ti bish gërnete, sepse nuk është vegël e lehtë. E ti ku është problemi Zozo? Më fal që ndërpres. Duhet të jesh vetvetja, që jam parë. Duhet të jesh vetvetja dhe të kesh identitet në instrument. Kjo është shumë e vërtetë. Për shembull, po themi Mikelçe. Për shembull, si bie Mikeli, Mikelçe. Po, si bie Mikelçe. Do ta tregoj pastaj. Ha? Ta tregoj pastaj. Sepse është edhe një rrymë që ju karakterizon juve. Po. Për shembull, siç mund themi Sybarçe, siç mund themi Shabonçe. Po ka dhe Mikelçe. Po, ka dhe Mikelçe. Ka dhe Mikelçe. Ke punu shumë për të arritë këtë identitetin tat, domethënë mund, sakrifica, studim, a vazhdon studion akoma? Mundi, sakrifica është nuk përjashtohet. E para. E dyta, unë dhe vllai im Gini, ne kemi vullnet. Domethënë e kemi gjë shpirtërore këtë, nuk e shohim si klarinet ose si organo. Është nish me shpirtin. Vallai është nish me shpirtin. Mu çam del, mu më del nga shpirti. E parasysh? Unë kur jam i lumtur,
kur jam i stresuar. Vetëm atë kam, aty shpreh. Ke klarineta? Po. Si nuk shprehesh me njerëzit, ore kam i hall. Jo, fare aty nxjerr gjitha, të mirat e të këqijat e mia aty nxjerr. Wow, palesa, halle, gjona, dia jo për ty. Ket goja jo kisha di sa herë mallkon mua. Domethënë po të kishte gojë ç'a mund thoshte për ty, klarineta? Pu. Se mos ka abuzu me këtë. Zot shiki. Ma mori erë si zot. Ja, shiko, klarineta është instrument shumë i bukur, tingulli që Është vegël shpirti, unë ta thash. Kush e njeh klarinetën? Është vegël shpirti vëlla. Ka të bëjë me shpirtin ajo, është nish me shpirtin, nish. Është gjë pa ndar. Do të çka ke në stomak, çka ke në tru, çka ke në zemër, i përballon gjithë ajo. Nuk pyet fare. Man, ë? Shumë jashtë mase. E abishme klarineta, me thënë drejtën, është si tip goje vëlla që nxjerr z, domethënë Flet në nota. Flet me nota. Edhe me tingull, po. Po. Për shembull, si mund të fliste klarineta, për shembull, thoshte ku diun botë klarineta si kal. E bon. E bon? E bon. Me klarineta. Provoj. Hajde. Unë do mundohem tash nuk e. Provoj se ti me klarineta i bën gjitha. I bon. Thuj klarinetës bëj si kal. Dëgjoj këtu ti moj. Dhe i don. Për shembull, do mundohem ta bëj atë që doj. Klarineta të bëj si kal. Bëj pak kalin furjen. Domethënë kemi zog. Zog? Çfarë lloj zogu është ky kanarin? Po bravo, kanarin. Se nuk po më vinte. Okej. Kali. Hë. Jo, shumë interesante, ë? Po për zotin. Pas kalit, a ka ndaj gjë tjetër që mund të bëj klarineta? Mund bësh edhe lopën, o plak, s'bën e lopën. Jo, nuk bëhet lopa me atë shpirtin. Si? Jo. Ai është lopësh, po lopë që nga lopë. Okej, Mikel Gjigandi, shiko, ti e di që neve njifemi prej shekuish bashkë me ty edhe me vllajin tat, po unë tani e kam me vllajin tat, me Genin. Neve kemi pas dikur shkonim në për evenimente, në punë, dasma. Po s'kam qenë atë kohë. Jo, s'ke qenë të punoje me grup tjetër. Ma e meni gjon, po do ta them pastaj. Okej. Ma me ngene kur ikshim për shumë ani në rad me i lokale atje që punoshim, që ikshim me ambulancë. Po shkoshim aty parkoshim aty. Unë ma i men ambulancë dhe targën duket se e majme. Shkoshim punë atje, vit ambulanca mu para lokalit. Kush o smur Gjasme? Gjasme, kush ka pi është bonus? Bishim muzikantat. Këngëtar, balerina. Çfarë kishte? Me ambulancë, ma men çka kosh. Bo. Gjeni ka dalë që i vogël faktikisht. Ka dalë që 13 vjeç gjen mos gaboj, jo? 13 vjeç. Ha? Domthon ka punu që në kohë me ustallarët që kanë qenë atëherë, me më të mirë që ka pas Shqipëria në atë kohë, Geni ka qenë i vogël dhe shkonte mbas atyre. Po normal se e merrnin. Po e merrnin se dallonin talentin ku ishte. Edhe kot bukur atëherë. Shumë. Sakrifica gjona, 30 veta merrna në ambulancë, tu ik për punë. 30. O zozo ti e lopër zozo, ti e funë. Edhe tani kohët ka ndryshuar, muzikantat ikin punë me benzin e vet, ikin me makinat e veta personale, atëherë vllai vetëm unë dilça që i merrsha me kështu me ambulancë, i çosha në punë. Kohët e funit kam pa, nuk kam pash me 2-3 veta që kanë shkuar punë me biçikletë. Me biçikletë? Po. Kush për bateristi me ik me biçikletë për shembull? Nuk e di unë, po që ishte muzikant ai që pash. Po normal pas se muzikantët, artistat në përgjithësi nuk janë aq pasur sa duken, e kupto? Ato janë pasur shpirt. Po, jo ekonomikisht, kështu që nuk është çudi që një muzikant ikë me biçikletë në punë.
Okej, për gjithë ata që nuk e dinë që kjo orkestrale është e Genit, dëgjoni dhe binduni. Myt e Gen Osmani. Myte babo! Come on! Let's go! Myte! Myte! Hey! Push ambulance! Ambulance! Let's go! Let's go! Jasha Poundi! Let's go! Turbo! Myte babo! Wale! Bravo Geni. Po na grive nga lekët më lart. Shumë lek, vaj, shumë lek. Pu. Po i meri toki se a thesh vul. Vulash, pashallah, vulash. Po mos shif më nga lekët lart. Shif te Eksiton, kam. kur shof lek, eksiton. Qa janë këto dinara, dhramia, lireta, qa janë këto? Pritere, kjo më duket, kjo është zonjë e këshillit mirë. Sa i mos është? O Geno, bravo, të lumshin gishtat o plak. Je gjigant. Po pse, kush ta ka morë këtë orkestralen ty që thu? Apo i lozin ta Gjithë çdo dasëm, çdo koncert, e bëjnë, a? për çdo eveniment, domethënë enjoy. Po shumë mirë, po t'japin ai lek që i bina po. Mirë do ishte. Ku ka lek me? Jo, mjafton që e bëjnë. Po, patjetër. Mjafton që e bëjnë. Shiko, është mirë. Është mirë, është ndjehemi krenar, domethënë kur ngjojmë pjesët tona diku. Po, fiks. Ose që i pëlqen populli më saktësisht. Okej, super. Okej, Geno, Ha. do e dikesh edhe herë? Mon se kom qef. Zjarr Geni. Do ja vesh flagën, e di veti. Po, me çakmak. Edhe me Me benzinë çakmak. re, benzinë këtu vap. Okej, Zjarr Geni. Let's go. Pull 'em up.
të tastiera, o gjigant. Edhe durët. Edhe durët. Durët i ka shumë gjata ky o plak. Ore, puni po ka mos kastile. t'ishe organist, qa mund t'ishe? Ushqime tret nuk është se që kam menduar herë. A ke punu në herë o plak? Jo. Vetëm muzikant ke qenë gjithë jetën, a? Ta jep zoti riskun, s'ke qa bo. Bujmë ne të punu në lopata ne të bo pallate gjajna. Qa me bo? Po ti e ke menu në herë, për shembull, qa mund t'ishe po mos t'ishe muzikant, Mikel? Si të ta them tash unë. Thuje si t'vi për marë, mos e vrit me një. Jo, unë do them realitetin. Që Zoti ta përcakton direkt. Domethënë sa linde përcakton se ç'a do bësh ti. Edhe s'ka kohë për tu menu këtu. Ashtu, do bësh muzikant, ka thonë, Kaq. Stakfylla. Po muzika s'lejohet, mos si. Tashi me kap kështu, as i gjos lejohet vaj, po Allah na fal. Tamam, për zotin. Ke pas në herë kështu në këto shifrat e çmendura që merren në për dasma. Po, O herë. 60 milion lekë. 6 milion me vërtet apo? Për ja zotin, thua? po. Po pejteshi. Ha. Kush i mori ato lek? 1, 2 dhe grupi. 1, 2 edhe grupi. Po. Sa veta ishit gjithë? Pa rena, ose më drejt. 11 veta kemi qenë. 11 veta? Aq është grupi, 11 veta. Po po qa keni morë ka 5 milion lek keni morë, bu? I lav gojo. Po ku ndodhi kjo gjëja? Kavaj. Kavaj, e? Kavaj. Po më thoj e shpar një histori me i kavajs. Për zot. Inshallah nuk e shef. Dasëm ne për shembull. A heng. Ke parasysh kështu si do kavaja që e flinj. Njerëz mrekullueshëm, shumë i pritës janë, të respektojnë maksimum zoto. Okej. Unë kam ndier shumë respektin e njerëzve të kavajës, janë të haremit, janë të qefit, e duan muzikën, i njohin dhe artistat. Kush di mira dhe kush nuk di mira. Kush di mira dhe kush nuk di mira. Ati nuk hyn dot kollaj, si më thon. Me ka aksha, Po drejtën. unë në kavaj do më thoj Valla, që je. je muzikant. Po. Edhe ishte një zotri diku ke 56, 60, 65. Vite si i kuqa i kështu, ha? Edhe ishte i shkurtër, po në krahasoj ja kështu isha unë me te. Okej. Ha? Edhe vjen kjo. O çon tha. E shoh kështu. Po thashë xhax, fol. Rradh tha e ka lajsmi. Lajsmi. Prit, e shoh kështu. Nuk po s'po e lidhja çao lajsmi. Nuk e kisha ngjuar në herë, mos më ashtu. Edhe i them unë, qa është kjo? Me drejt zotit, po se nuk e dija. Që burra gru që dim qavallet i bëjmë. Ai prapë, o çun. Po i thashën. Rrallë e ka lajsmi tha. Ore thash qa është? Burra gru ma shpjego që ta di qavallet i bëj. Ky prapë, o çun tha lajsmi. Edhe kthehem nga i shoku im i grupit. Ore thash, qatë lajsmi thot, ky thash se s'po e marr vesh. O Mikel tha, po ma thak shumë e shaka. Besha ka na, do po thënë rita shi. Besha ka na, tha, ma shkeli synin muaj, ke parasysh ti është janë ato thëre, shkesit, askesit. Lajmë si e. Shofun, lajsmi. Lajmë e dore, lajsmi thot a ire. Kishte për kryu që dhe i. Jo. Për shkesin. Shkesi kur shkon për shembull themu ti xoxo du filan gol shko filan vend tjetër i bie derës ti për shembull. Ti e lajsni. E kuptoj. A kupto? Edhe shumë. është funi domethënë aty u sikletosan se s'dia ç'a më i thon. A kupto? Hera para por nuk isha ngju në herë. E kuptoj. Situata nga më të ndryshme në Vërdas. Shumë situata ndryshme. Po në një situatë shumë sikletshme të karastis. S'kam pas me thonë drejtën. Si s'ka plas sherri për shembull aty e keni ikë me vrap gjithë për shembull. Edhe nëse plas sherri aty s'kan punë me ne. Kush tha? Kam pas sherra Lali që e ka hongër. Me mu? Jo me ty s'ka njëri gjore. Jo s'më kuptove, jo po thoja me mu, me grupin tim kam pa, jo se s'kam pa. Po që s'kam pas gjë me mu, unë po rri aty në vend prap, kasë shishe ka aty dhe. Edhe në fund fare, të eksha vlajat për të jarë. Okej, Mikel, qa do na performosh në i gjë tjetër tani?
Jo, ore, ke një orkestrale vapori, trageti, qa ke një orkestrale kështu ti Jo, që po, është e bukur? Zizi. Traget. Tragedi. Unë I kam qef gjonat e mlaja vdes. Ashtu, Po gjonat mlaja maraj. Do më thënë, ja ke vonë Tragedi, titullin po, tragedi, tragedi, gjasë po. gjë e madhe, kështu, Po, e ti pse? Ha? Kam shumë orkestrale, edhe me gjithë genin. Po kjo, e kam testu këtë unë, në përtasma. Kjo bën një lloj atmosfere plak, nuk di ç'a të them. Bukur? Mirë që më ngren mu. Po, to qa janë për para, për shembull, që kërcejnë nuk janë aty, janë gjithë thalakat. Okej, për të gjithë kuriozët, për të dëgjuar orkestralen Trageti, preni biletat. Zjarrej! Kërceni tash, ec. Si Titaniku! Walej! Ju e dëgjuat orkestralen Trageti. Tani Trageti niset në orën 8 pa i qerek nga Durrësi për Bari. Shumë e bukur, super. Po, shikoj, a ke bo vetë këtë orkestralen? Një tëri dhe I bëri, Me vërtet? për zotin. Më falë, po si ke fantazu deri këtu o plak, sepse kjo është për te asaj që konceptojmë në muzikë standarte. Shiko, ne kemi pa bot, kemi ulltu. Na kanë ftu njerëzit. I falenderojmë ato që na kanë ftu, që na kanë besuar vendet e veta. Është çik si stil Bullgarie, Rumanie kjo? Është aty. Okej. Më pëlqejnë udhëtimet shumë. Më thënë avioni, Trageti, edhe toksor kam hik. Okej. Më pëlqen, e ke parasysh. Kur I ban Tragetën e parë, me shumë qef të madh e kisha. Qef I madh për zotin. Filloi Trageti të notën, një notës. Edhe shkoj këto kamarierët. I them, ore, pse lëviz Trageti, thash, qa ka? O djali tha, kjo nuk është as I gjë, tha. Kjo është thjesht I gjë e vogël, tha. Për pritë se s'kam, fillu akoma. Jo, më tha, ti rri qeta, mos e rrit mirë, tha, se ta. Ke veni ke për të shkum, tha, mos e rrit mirë për atë pjesë. Ullim ne tash për shembull, ullim ne fillote. Do më thënë, aq mi qefe kisha marr, aq më prish qefi. Do më thënë, kjo orkestrale përshkruan komplet stresin dhe ankthin që ke përjetuar ti në Traget.
O qa Perli! Po kod s'është artist tjetri. Kod nuk është artist. Okej, do vazhdojmë me Genin përsëri. Kishe orkestrale me filharmonik. Kishe diçka për të shtu? Po. Okej. Do shtoj gjë. Më thuj. Filharmonika shumë e bukur. Patjetër, e di. Domethënë në llojin e saj. Por që t'japësh karakter, edhe t'japësh shpirtin që kur i bjen kësaj, ta japësh aty, do shumë punë. Okej. Do shumë punë. Dhe Geni është, domethënë, jo se e kam vllaun, për Allah. Po këto e thojnë gjithë, me muzikan, me njerëz, me krejt. Që se si e përdor filharmonikën ky në organa, domethënë jep shpirt. Domethënë është identik sikur me pas filharmonikën. Okej, lene ta dëgjoj një herë këto shikuesit e Zozo podcast. Për ju gjithë, Geni Osmani me i orkestraj me filharmonik. Let's go Geni! Si big kështu se po na bie tensioni, Filloj më gustoj gjohtu, të e marrë vesh qa ka. Më kapi paniku, Redello. E more vesh? Jo, është i madh, shumë i madh. Zozo podcast. Walej! Të lumshin durët. Hare. Je gjigant. Jo, Ke vlla. fjalë?
Nuk e di, alo, ambulanca Dusurum. Jam shumë keq tani. Okej, të nderuar miq, ky ishte podcasti për ditën e sotme. Neve do bëjmë një mbyllje speciale. Bravo. Siç nuk e keni parë Asnjëherë. ajër. Okej? Domethënë, nuk është bë me asnjë emisioni kjo lloj mbyllje që do bëjmë sot ke Zozo podcast. Patjetër. Prandaj është i veçantë ky emisioni i këtij, se ka gjëra të veçanta. Surpriza gjithmonë. Okej, ishim me Mikel Gjigandin. Faleminderit. Edhe Geni gjithashtu, jeni të mrekullueshëm çuna. Të falenderoj vllai shumë, edhe i mirpresim gjithë ke Zozo. Pa tjetër, është i vetmi podcast që promovon muzikë mirë, talenta dhe këngëtar nga do që ndodhe. Let vinë ne i mirpresim. Okej, do doja që të na ndiqni nëpër platformat tona sociale si TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, kudo që neve ju pikturohemi. Ju urojmë një ditë edhe një kosa më të mbarë për gjithë ju. Ju përqaputhim nga Te Zozo Podcast me një mbyllje spektakolare nga Mikeli edhe Geni. Ju urojmë bye! Zjarë quna! Qej!